Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i lakrës, pija e jetëgjatësisë. Pini një gotë çdo ditë dhe do trajtoni këto sëmundje. Besohet se lakra është një nga perimet më të shëndetshme që përdoret për ushqim, ashtu si edhe në mjekësinë alternative. Gjithashtu, lakra është një traditë shekullore që përdoret në receta natyrale lidhur me sëmundje të ndryshme, veçanërisht lëngu i lakrës. Lakra ka gjithashtu vitaminë C, minerale të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm. Lakra dhe konsumimi i lëngut të lakrës rikthen gjithashtu mungesat e vitaminave dhe mineraleve të cilat zakonisht preferohet për njerëzit me shëndet të brisht. Lëngu i lakrës është po ashtu i njohur edhe për sa i përket efekteve detoksifikuese. Lëngu i lakrës nga ana tjetër ka gjithashtu një ndikim pozitiv edhe në lehtësimin e ulçërës së stomakut, përbërësi që ky lëng përmban ndihmon edhe në dhimbjet e kokës. Njerëzit të cilët përfshin lakrën në regjim ushqimor disa herë në javë ulin rrezikun e sëmundjeve të këqija. Lëngu i lakrës po ashtu është përdorur edhe për shumë dhimbje të veshit dhe dëgjim më të mirë. Vendoseni një pambuk në lëngun e lakrës dhe më pas vendoseni në veshin tuaj para se të shkoni në shtrat. Ky lëng ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe kundër kapslëkut, derisa kur kombinohet me lëngun e rrepës ose karrotës ndihmon për personat të cilët kanë mungesë kalciumi. Lëngu i lakrës është një nga pijet më të shëndetshme që ju mund të konsumoni. Është i pasur gjithashtu edhe me polifenol, kalcium, magnez dhe njëkohësisht hekur fosfor, kalium, jod, si edhe me vitaminat A, B1, B2, B6, C dhe K. Lakra përmban shumë polifenol ose siç njihen ndryshe si antioksidant, të cilët paksojnë shfaqjen e sëmundjeve të këqija dhe atyre kronike. Mineralet e rëndësishme që përmban ky lëng e bëjnë atë të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave, por edhe në uljen e tensionit të gjakut. Vitaminat të cilat gjenden tek lëngu i saj janë të domosdoshme për sistemin tuaj riprodhues, atë imunitar, shëndetin e syve, por edhe për shëndetin e flokëve, lëkurës, mëlçisë, nervave, syve e shumë të tjerë. Nga ana tjetër, lakra është një burim i shkëlqyer i vitaminës C që e ndihmon organizmin të jetë më rezistent ndaj baktereve, radikaleve të lira, por njëkohësisht edhe virozave. Sipas të dhënave, lakra përmban më shumë vitaminë C se portokallet, një karakteristikë që e bën lakrën të domosdoshme kundër një sër sëmundjesh. Lakra është një nga ushqimet më të pasura me vitaminën K, e cila është thelbësore kundër sëmundjeve të zemrës dhe kockave. Arsyet pse duhet që të pini lëng lakre. Kundër ulçërës në stomak. Lëngu i lakrës trajton ulçërën në stomak. Sipas të dhënave mbi këtë perime, sipas shkencëtarëve, ky lëng është i pasur në vitamina dhe në minerale dhe që forcon rezistencën e shtresës së stomakut ndaj acideve. Gjithashtu, ju duhet të keni parasysh se ndihmon edhe në funksionimin e mëlçisë. Lëngu i lakrës rekomandohet kur ju e keni tepruar, sidomos me alkoolin apo jeni helmuar nga ushqimi. Alkooli gjithashtu shkatëron të gjitha bakteret në stomak dhe vitaminat apo dhe mineralet. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një gote me lëng lakre në ditë, pasi ajo përmban shumë ushqyes. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një gote me lëng lakre sepse shërben edhe kundër njollave të moshës. Pini një gotë me lëng lakre në ditë
për të shmangur plakjen e parakohshme të lëkurës dhe tharjen e saj. Lëngun e lakrës mundet ta përdorni edhe gjithashtu si një mask lëkure, nëse dëshironi që të hiqni qafe, njollat apo të zbusni pigmentimin e lëkurës, përzini një lugë gjelle me mjalt, pak shafrani dije dhe një çerek gote me lëng lakre. Më pas, gjithashtu, shtoni miell orizi dhe përzjeni mirë që të krijoni një pastë të mirëfillt. Lyeni zonat e njollave me këtë pastë, mbajini për 10 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë. Flok të shëndetshëm. Lëngu i lakrës përmban shumë sulfur dhe është shumë efikas për forcimin e flokëve dhe shmangjen e rënies së flokëve. Pini një gotë me lëng lakre në ditë, i cili është efikas për çdo mëngjes dhe ju ndihmon ju edhe si një mask flokësh. Lëngu i lakrës së çdo ditë do të plotësojë nevojat ushqyese të trupit dhe do t'ju ndihmojë të humbisni në peshë, të forconi sistemin tuaj imunitar dhe të mbani larg sëmundjet. Si të përgatisni lëngun e lakrës? Është shumë e thjeshtë për të bërë lëng të freskët lakre në shtëpi. Merrni një lakër të fortë dhe hiqeni asaj gjethet e sipërme. Lajini mirë me ujë dhe pastaj thajini. Nëse ka ndonjë njollë ngjyrë kafe, atëherë preheni zonën e dëmtuar. Vendoseni gjethet në një shtrydhse ose në një mikser. Kullojeni dhe më pas pijeni. Ju gjithashtu mundet që të shtoni gjethe mente, mjaltë dhe limon për të shtuar shije dhe kështu aromë. Më pas duhet të dini se lakra ka përfitime të jashtëzakonshme edhe në humbjen e peshës. Lakra është një perime shumë e mirë për njerëzit që të cilët duan të humbasin peshë në një mënyrë të shëndetshme. Një filxhan lakër e coptuar përmban vetëm 22 kalori. Ajo mban shumë ujë dhe na mban të ngopur për më gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin të hidratuar, përforcon shëndetin e zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tonë mund të ndihmojë në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenolit në lakër ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombociteve dhe redukton presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra gjithashtu ndihmon edhe në uljen e nivelit të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Ndihmon shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson funksionimin e trurit dhe e bën sistemin tuaj nervor të funksionojë siç duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike si sëmundja Alzheimer dhe njëkohësisht çmenduria. Gjithashtu, vitamina K në lakër ndihmon në përmirësimin e funksionimit dhe përqendrimit mendor. Vitamina K gjithashtu ndihmon edhe në prodhimin e sfingolipideve, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka disa vitamina B, të cilat luajnë një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore dhe kujtesës. Përmirëson tretjen. Nëse ju doni që të përmirësoni shëndetin tuaj të tretjes, përfshini lakër në dietën tuaj. Fibrat të cilat gjenden në lakër ndihmojnë në promovimin e lëvizjeve të rregullta të zorrëve. Përmbajtja e ujit në lakër ndihmon edhe në parandalimin e kapsllokut, plus që lakra ka veti antiinflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në zbutjen e llojeve të ndryshme të problemeve të tretjes, duke përfshirë urthin. Rregullon sheqerin në gjak, ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe ndihmon në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave në lakër ndihmon në parandalimin e diabetit, pasi ngadalson edhe thithjen e sheqerit në gjak. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!